Mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Ethet e kandidatëve që do ishin ose jo në listat respektive të partive apo koalicioneve që do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit, përfunduan. Por ata që u përzgjodhen e mëtej u certifikuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tani janë zyrtarisht në nethet e garës për një vend në parlamentin e ardhshëm. Është pak po e sigurt që teksa kandidatët e listave të mbyllura në partitë e mëdha e kanë siguruar mandatin nga bujaria e kryetarit mbase, ata që do të jenë në listat e hapura do të garojnë jo vetëm me kundërshtarin, por edhe mes njëri tjetrit për të siguruar ato pak mandate të mbetura. Teksa socialistët kërkojnë mandatin e 4 dhe demokratët synojnë rotacionin, dikush në këtë studio ka thënë që ky do të jetë viti i pluralizmit politik, duke nënkuptuar që disa nga partitë e reja do t'ja dalin të përfaqësohen në legjislaturën e ardhshme të kuvendit. Të tjerë janë skeptik pasi sipas tyre sistemi zgjedhor ja vështirëson deri në pamundësi partive të reja që të thyejnë binomin PD-PS. Megjithatë, për herë të parë në këto zgjedhje nuk do të ketë prag elektoral për partitë e vogla, të cilat së pakun në Tiranë do të kenë mundësinë reale për të fituar mandate. Por cilat janë ofertat politike dhe programet e partive që do të garojnë në këto zgjedhje, niveli dhe formimi i deputetëve, pikat e forta dhe të dobta të tyre, si po e bëjnë fushatën dhe ku janë përqendruar më së shumti, si e shohin të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë, raporti me liderin, lufta brenda llojit. Për këto dhe të tjera, sonte në Now me dy panele, njëri pas tjetrit, kemi ftuar kandidat për deputet thuajse nga të gjitha partitë apo koalicionet që do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Sigla. Përpara se t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve, që siç ju thash do t'jenë dy panele në emisionin e sotëm, dua të ndalem pak te lajmi i ditës sa i takon zgjedhjeve të 11 majit. Dhe këtu nuk e kam fjalën për deklaratat e liderëve politik, për përplasjet apo flërtet mes tyre, ku pa diskutim do të ndalemi dhe atje, por tek fakti, tek lajmi, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar fletët e votimit për të 12 qarqet e vendit. Do të jenë 12 fletë votimi për secilin qark, masësia e fletës së votimit do të jetë e njëjtë, por qarku i Tiranës, qartazi ka më shumë kandidat dhe dua t'ju tregoj pak fletën gjigande të votimit që të gjithë zgjedhësit e qarkut të Tiranës, por jo vetëm edhe diaspora, këtë fletë do të ketë për të votuar për partinë apo koalicionin, për subjektin politik dhe për kandidatin e preferuar. Do të jetë një fletë me 407 emra kandidatësh për 11 subjekte politike. Ditën e djeshme Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëpërmjet një shorti përcaktoi numrin që secili subjekt do të ketë në fletën e votimit. Këtë herë sot ka miratuar edhe fletën e votimit. Shikojeni pak se sa gjigande është kjo fletë votimi. Është hera e parë që kemi një fletë kaq të madhe në fakt, por më shumë se sa kjo, pra më shumë se sa madhësia e fletës së votimit, është interesant fakti që është një fletë me informacion shumë të dëndur, pra 407 emra kandidatësh. Dua ta tregoj pak edhe në led se si është fleta e votimit për qarkun e Tiranës. Me numrin 1 është Partia Demokratike dhe siç e shikoni ai katrori sipër, aty do të vendoset kryqi për të votuar subjektin politik. Me numrin 2 është Lëvizja Bashk e Arlind Qorit, me numrin 3 Lëvizja Dheu e Kreshnik Osmanit, me numrin 4 do të jetë koalicioni Euro-Atlantik me kryetar Endri Hasën, apo siç e dim është Lulzim Basha, sigurisht atje. Me numrin 5 do të jetë Partia Socialiste, Edi Rama. Me numrin 6 koalicioni Nisma Shqipëria bëhet. Me numrin 7 Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare, Elena Kocaqi, cilën do ta kemi të ftuar në panelin e dytë. Me numrin 8 Partia Aleanca Demokratike e Re me kryetar Edmond Stojkun. Me numrin 9, koalicioni Djathtas për zhvillim me zotin Dashamir Shej, me numrin 10 do të jetë Partia Mundësia me Agron Shenj dhe me numrin 11 do të jetë PSD e Tom Doshit. Pra kjo do të jetë fleta e votimit për qarkun e Tiranës. Dhe këtu, siç e shikoni, janë për secilin subjekt politik 37 emra kandidatësh. Nga i pari tek i fundit nuk po i lexoj emrat për të gjitha partitë, por zgjedhësve do duhet të zgjedhin një te katrori sipër
për subjektin politik që votojnë dhe më pas duhet të kërkojnë dhe të gjejnë emrin e kandidatit të tyre të preferuar. Shpresoj shumë që kjo tjetë e thjesht për qytetarët shqiptarë, sepse nuk është fort e lehtë ta gjesh emrin e të preferuarit këtu. Sigurisht ky proces votimi këtë herë me një flet kaq të dëndur me informacione do të marrë kohën e vet dhe nuk do të jetë pra kaq e thjesht për të përfunduar pra si proces votimi dhe shpresoj shumë, do ta diskutojmë mbas edhe pak me panelin, se sa e lehtë është për të votuar edhe për subjektin politik edhe për kandidatin. Kjo pra është fleta gjigande për qarkun e Tiranës. Si madhësi do të jetë e njëjtë për të 12 qarqet, por për Tiranën ka 407 emra kandidatësh. Dhe unë më pas edhe do ta palos pak, mbasi të bëj një votim fiktiv, se nuk e nxjerr votën se për kandidat do të votoj. Kam kënaqësinë të kem në studio, po e nis me zonjën Taulanta Jupi, kandidate për deputete në Tiranë, Koalicioni Euroatlantik. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në nau. Është Florian Pullazi, kandidat i Partisë Socialiste në Tiranë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Je Flori, mirëmbrëma, mirë se erdhe në nau. Erald Kapri, kandidat për deputet edhe Eraldi në Tiranë, Partia Mundësia. Mirëmbrëma. Erald, mirë se erdhe. Redi Muçi, kandidat për deputet në Tiranë, Lëvizja Bashkë, pari i listës së Lëvizjes Bashkë, edhe dje Arlin Qori më tha, po e more mandatin, do të ta japi ty, nuk ka marrëveshje mes jush. Dakor, por që nuk ka marrëveshje mes jush, pra, siç mund të kenë bërë partitë të tjera që kanë vendosur kushurinj apo familjar në lista. Dhe Besar Xhaferi, kryetar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, kandidat për deputet në Tiranë në listë të mbyllur. Kjo pra do të jetë lista ku do votojeni edhe ju, të gjithë, sepse të gjithë jeni kandidat në Tiranë. Si ju duket? E thjesht, e vështirë? Do syze. Do syze, derisa dhe jo, vetëm për të shtuar diçka. Këtu nuk janë fare emrat e listës së mbyllur, janë vetëm listat e kandidatëve në listë hapur. Një palosje e thjesht, mbasi është votuar, u dashka ta palosësh 4 herë derisa të bësh një flet të vogël për ta futur te ajo kutia e votimit. Sa herë palosa? 5 herë deri tani 6 herë. Po nuk e nxë tani. Ndoshta do ndryshojnë edhe kutitë e votimit në komisionin qendror. Nuk besoj ndryshojnë kutitë e votimit. Duhet të shtohen sepse praktikisht kjo flet votimi e rrit volumin e rrit kohën e votimit, sepse kandidati ose personi që voton duhet më shumë kohë që të administrojë fletën, të shikojë partinë, të gjejë emrin që do, pa llogaritur pastaj palosjen e gjitha merat. E vërtet. Dhe me sa pash vetëm një detaj interesant, duke kërkuar emrin e një kandidati, për shembull siç është zoti Dashamir Shehi tek koalicioni numri 9, koalicioni Djathtas për zhvillim, të gjithë kryetarët e partive apo të koalicioneve kanë emrin sipër, dhe derisa ta gjesh zotin Shehi, shpresojmë shumë që qytetarët mos vendosin një kryq këtu sipër ku ndodhet emri i zotit Shehi, këtu lart. Duhet ta vendosë edhe sipër Elas. Po sipër tek subjekti politik, por dhe emri është poshtë, po duhet ta kërkosh ndërkohë edhe poshtë tek lista. Mora zoti Shehi ka nevojë ndoshta të sqarohen shumë njerëzit. Është një model i ngjashëm me 2021-shin. Në këtë sens, sigurisht tani është edhe pak më shumë i komplikuar, dhe mos harrojmë që 2021-shin patëm rreth 80.000 vota të pavlefshme, që ishte rekord. Pikërisht se njerëzit 80.000 vota të pavlefshme. Sepse njerëzit metronin numrin e partisë me numrin e kandidatit, ose votonin ndryshe një parti dhe ndryshe një numër kandidatit. Ose votonin 2 parti. Sepse mungesa e informacionit ishte e madhe. Urojmë që sa të bëhet më shumë punë me informacionin në mënyrë që njerëzit të kuptojnë saktë mënyrën e votimit të tyre. Është shumë e rëndësishme. Emira e këtij varianti është që ka vetëm një numër. Nuk ka edhe numër partie dhe numër kandidati. Kështu që le të themi shpresojmë që shanset të ngatrohen janë më të pakta. Megjithatë, ajo që duhet fiksojnë qytetarët është që nuk mund të votojë një parti tjetër dhe një kandidat i partie tjetër. Kjo ka nevojë të shpjegohet, pra, ka nevojë shumë që njerëzit të kuptojnë mënyrën e votimit, sepse në çdo proces zgjedhor kemi pasur model të ndryshëm votimi. Dhe kjo ka sjellë konfuzion dhe vota të pavlefshme në sasi të madhe. Okej, në fakt unë kam printuar një variantin që më dërgua, ndjes, atëherë nuk e pas kam parun, sepse emrat e listës së mbyllur, që kanë me një font shumë të vogël, që nuk lexohen, por përpara se të jenë kandidatët e listës së hapur për të cilët do votohen, sepse ka një kuti të bardh anash emrit, këtu janë dhe emrat e listës së mbyllur, pra Sali Berisha, Flamur Noka, Lina Vokshi, por ata nuk marrin vota, sigurisht. Në raport me 2021 në fakt, unë besoj që e vetmja gjë që mund të cilësojmë që ka diçka pozitive është pikërisht që qytetarët kanë mundësi të votojnë me emër.
Pra, mos të bëjnë relacionin ndërmjet një emri dhe një numri. Por votojnë për subjektin dhe pastaj zgjedhin emri brenda atij subjekti dhe më duket më e drejtë për sa kohë që ne personalisht shkojmë edhe kërkojmë votën në emër personal. Pra për te grupimit ne kërkojmë votën, unë kërkoj votën për Taulanta Jupin. Kolegët e kërkojnë për veten e tyre kush është në listë hapur, po besoj jo vetëm zotin edhe zoti Pullazi është në listë hapur. Në listë mbyllur kemi Besar Xhaferi. Kështu që mendoj që e vetmja gjë Besar Xhaferi është kryetari i forumit, pra që është listë mbyllur se Besar Xhaferi do kishte qenë listë hapur gjithsesi. Pra e ke marrë kandidimin në listë mbyllur si kryetari i forumit për shkak të statutit që keni. Po, Belind Kolliçin 2021 e lan jashtë. Një herë aksident. Jo, për të komplikuar 2017-ën, janë të listë Aksidenti vetëm. Për të komplikuar gjërat edhe emrat e lista e hapur nuk janë sipas rendit alfabetik, por janë sipas mbiemrave. Rendi alfabetik është sipas mbiemrit. Nuk ka çështje komplikimi, janë sipas mbiemrave dhe vazhdon. Do të thonë do kishte qenë kishte lënë mbiemri. Pra e vetmja gjë që më duket më e mirë në raport me 2021 është pikërisht që përpara emrit nuk ka një numër, se për sa kohë ne futemi në një listë hapur, ai numri duket sikur bën diçka preferenciale. Në fakt është më mirë që është pa numër fare, të raditur sipas rendit alfabetik. Paulanda, me që e ke fjalën ti. Më thuaj. Keni nisur fushatën në terren? Kemi nisur fushatën. Me ritëm të plot apo akoma? Kryetari politik i grupimit, zoti Basha, së bashku me zotin Endri Hasa, i cili është edhe kryetari, po themi, de facto, de jure i partisë, kanë filluar prej disa ditësh prezantimin e kandidatëve të grupimit demokratëve, koalicioni. Si po organizoheni në terren? Çfarë fushate po bëni? Po bëjmë fushatë. Strategjia është në fakt të shkojmë të takojmë qytetarin. Padyshim që ka qenë një periudhë gjatë edhe organizimi me strukturat tona, edhe komunikimi me strukturat tona për të gjetur, po themi, kandidatët më të mirë, sepse fillimisht ne nxorëm një pjesë të kandidatëve për shkak të edhe të negociatave që ishin në zhvillim javët e fundit. Kështu që u rikthyem edhe një herë tek ai diskutim me strukturat për të plotësuar të gjitha emrat e kandidaturave tona dhe tani gjatë kësaj jave, po dhe javës që vjen, zoti Basha do të jetë në të gjithë territorin për të prezantuar kandidatët tanë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe kandidatët tanë në diasporë. Kemi një takim që duhet ta shënojmë me datën 23 në Athinë, ku prezantohet një nga kandidatët tanë. Pra shkoni dhe ju në diasporë. Po, patjetër, kemi edhe një kandidat tjetër që është zoti Hasani në Londër. Kështu që fushata ka filluar, jemi në kontakt në kuptimin në kontakt me strukturat duke prezantuar kandidatët tanë dhe padyshim që jemi gati për ta rimarrë këtë betejë, megjithëse duket shumë e vështirë për shkak të... Jo, duket e vështirë, megjithatë, se nuk doja ta nisja kështu, po meqense ta dhash ty fjalën të parën. Zoti Basha e nisi i fundit, po themi, fushatën ose e bëri partinë i fundit fare, por ka fituar ritëm këto ditë, në këto 3 ditë, është bërë viral zoti Basha në media. Patjetër, u deshtë vethirja e kryeministrit për zotin Basha, patjetër. Po tani, çfarë po bëni Flori? Po jep një studio aty në bisedë me kryeministrin dhe bile si bëjë thirrje publike dhe nga ai moment zoti Basha pastaj filloi aksionin e vet. Zoti Basha, çfarë po bëni? Do të dielën janë podcast bashku, i dihet, po. Të dielën të jenë në podcast bashkë. Viraliteti zotit Basha nuk ka rënë ndonjëherë. Viraliteti? Po. Jo, dëgjoj. Videot. Për te shakas, me që jam këtu më duhet të përgjigjem. Në fakt, zoti Basha ju përgjigj me të njëjtën gjuhë dhe me të njëjtën, po themi, model me cilin Edi Rama vazhdimisht e thret në debat, sepse do duhej në fakt që të ishin në debatet të tjera, do duhet të shikonin përballë njëri tjetrit, por ndërkohë që përdoret ajo gjuhë, kështu që besoj që është bërë një zgjedhje e dur dhe një strategji e dur për t'ju përgjigjur zotit Rama me të njëjtën gjuhë që ai i flet kundërshtarëve politik. Mi, po shumë e kanë interpretuar që është zoti Rama që po ju jep oksigjen për t'i tërhequr, për t'i hequr disa vota Partisë Demokratike, për ta mbajtur në lojë zotin Basha. Unë nuk e shikoj kështu, sepse unë besoj që zoti Rama e kap tashmë... Ja, një moment, se është diçka për të sqaruar, duke qenë se ka të bëjë me grupimin edhe me koalicionin Euroatlantik. Zoti Rama e ka shumë të thjeshtë se kanë vërtetuar gjatë gjithë vitit të shkuar se kush është partneri i tij politik. Sa kishte vulën, po. Jo, partneri i tij politik, po them, me kë i ka bërë marrëveshjet më të mëdha dhe
me kë ka bashkuar votat në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe i ka shbërë nga ana tjetër, dhe i ka bërë dhe i ka për sa kohë i bashkojnë votat në korrik të 2020. Për sa kohë i bashkojnë votat për të nxjerrë të korruptuarit përmes amnistisë penale dhe për sa kohë i bashkojnë votat për të mbyllur listat dhe për të ardhur te kjo fletë votimi, ku qytetarëve i lihet shumë pak mundësi për të zgjedhur, nuk ka dyshim se kush është partneri i Edi Ramës. Kështu që Edi Rama le të vazhdoj të bëj Lora nga podcasti vet, le të vazhdoj të therase dhe të bëj, po themi, strategjia elektorale. Unë besoj që përgjigja që i ka dhënë zoti Basha është me të njëjtin monell. Unë besoj që ajo që meriton Edi Rama është i përgjigjesh me të njëjtën gjuhë, me gjuhën e llumit që ai njeh. Dakor, Muçi, po me të nga llum bësh llum, pra. Shiko, po ta keni vënë re. Ky nuk është i debat mes nesh, Besar, po të duash e bëjmë edhe debatin mes nesh. Kështu që Po mirë se për debatin Po në rregull. Po ta keni vënë re. Çfarë po ndodh pra se të gjithëve i ka bërë përshtypje kjo dashuri e lindur 3 ditë rresht me video mesazhe njëri me tjetër, është flirt, është strategji, është taktik. Në muajt e fundit le të themi qëndrimet e Edi Ramës kanë qenë një sulmi ndaj Spakut. E dyta së fundmi duke tundur pasaportën duke thënë që do shkojnë vetëm unë një fut në BE. Dhe e treta duke bërë shkëmbime mesazhesh, le të themi qesharake me Lulzim Bashën, si nga njëra anë, si nga njëra tjetër. Mos prisni pra që në këtë fushat deri në 11 maj ai të flasë për ekonominë, për rënien e eksporteve, për shkatrimin e shëndetësisë, për rënimin e universiteteve, për problemet që ka vendi, për problemet konkrete në cilat ndodhet Shqipëria. Ai do merret me meme, po ta keni vënë re edhe fushatat e tjera. Po tani zoti Basha tash memet i ka 4 preseshme, që faj nga Edi Rama që bën meme 4 preseshme Lulzim Basha. Tani ne sot u mblodhëm që të bëjmë një debat dhe flasim se çfarë do t'i ofrojmë qytetarëve këto zgjedhje, çfarë do flasim, sepse shumë kollaj flasësh kur nuk bën asgjë, flet shumë kollaj. Edi Rama po bën meme. Kur nuk bën asgjë, absolutisht flet shumë kollaj, kupton? E kupton. Që ai nuk flet për asnjë gjë nga këto fusha, shpreson të flisni ju sot. Zotria është Lëvizja Bashkë, më sa djona? Po, është nga Lëvizja Bashkë e Arlind Qorit. Gjithsesi, zoti Basha është me vete, kjo është histori vete. Por, ne sot erdhëm këtu të flasim për i debat, flasim për ato ide tona që dhe ofrojmë qytetarëve. Besoj që ky është debati që i duhet qytetarëve. Qoftë që do vazhdojnë të merren akoma me memet, me historitë e tjera. Ne po flasim sot. Absolutisht, ai është kryetari i gjithë shqiptarëve. Është kryetari i Partisë Socialiste, e cila po futet për të kërkuar qytetarin mandat 4. Prandaj pra, po ta çojmë debatin për të flasur për gjërat, edhe çfarë objekcione çfarë të mira që janë bërë, prandaj po them. Në fakt tani Erald, po e fton Rama në fushat Bashën? O Erald, tani ta ndrojmë temën në vetë. Jo, ndrojmë temën, ne vazhdojmë debatin deri në fund, por interpret diskutim me që të strategji e vjetër. Këto janë taktikat e Ramës, tani i ka përdorur Rama prej vitesh. Dhe nuk është mirë të bijem në atë kurthin e Ramës. Dhe fatkeqësisht. Mendoj dhe besoj se edhe ju keni një 20 vjet që e ndiqni me vëmendje debatet politike. Po shikoni thelba një njëjta gjë, duket sikur nga ngel në vitet 90, e kupton? Flasin për njëjtat premtime, flasin për batuta, dhe nuk flasin tek problemet reale të njerëzve. Është e njëjta gjë. Pra nëse edhe në sondazhet e Euronewsit dalin që kosto e tesës dhe korrupsioni janë dy problemet kryesore të shqiptarëve, nëpër panele këto nuk i gjen. Madje përkundrazi, merren vetëm me premtime dhe premtimet më qesharake janë ata që janë të politikanëve më karagjos. E kupton, domethënë konkurrojnë me premtime. Ne kupton, kemi arritur në një situatë e cila sigurisht që për njerëzit ndoshta nuk bën aq shumë përshtypje, por të paktën te një pjesë e madhe e shoqërisë sigurisht kërkojnë një model tjetër. Okej. Dhe të paktën ne pretendojmë ose ajo që po u tregojmë njerëzve është që jemi një model ndryshe. Në çfarë sensi? Që të gjithë pa përjashtim, çdo zgjidhje të shqiptarëve shikon vetëm përmes shtetit, të majtet djathtë. Vetëm përmes shtetit. Me shtetin do rregullojnë ekonominë, me shtetin do ngrenë pensionet, me shtetin do ngrenë pagat, dhe kjo ka ndodhur. Për 34 vjet kemi një lloj politike majtiste në Shqipëri ku shteti i bën të gjitha. Ajsa paga më e lartë në Shqipëri është në shtet, nuk është më në privat. Ajsa Shqipëria ka administratën më të lartë në Evropë, gati 200.000 të punësuar. E kupton? Aqsa Shqipëria ka shumë pak sektor të cilët kanë hecur vetëm fal iniciativës së tyre. Unë kam marrë si shembull sektorin dentar, por këto ditë, duke folur për të çështje, më shkruan Denisi, është një stipendmarrës i vogël, thotë që këtë periudhën e 2 viteve të fundit kemi punuar mjaft mirë me këtë sektorin e Airbnb.
janë mira apartamente. Apartamentet që Janë shteti familjar. jepen si hotele. Të cilët është një treg që ka bërë mbi 20 milionë euro në Shqipëri, vetëm nga intuita e tyre. I ka rregulluar shtëpit, presin turist, direkt për notimin e Airbnb, pa ndryrë në askujt. Pse erdhën të turistë e ralt? Për çfarë erdhën të turistë? Për çfarë vinë? Edhe vetëm për turizëm dentar vinë? Të turizm. Po thosha të pra, sepse po diskutoni... Flori, turizmi është gjithë botën që kur është pandemia, gjithë botën. Në Shqipëri, ku erë në Shqipëri, një sektor që lunëzoi fatmirësisht, ishte një sektor që shteti nuk kishte ndërhyrje fare. Tani është futur shteti në mes dhe u ka prishur punë. Jo, shteti është rregullator, shteti po rregullon procesin. Me rregullat e reja që ka vendosur. Shteti po rregullon procesin. Shteti kudo që ka fut hundët Flori e ka prishur. Shteti është rregullator, kemi tribune të prandaj po flasim që të bëjë shtet, të bëjmë rregulla strikte të shtetit. Në Evropë, ku një çifti i duhen 35 vjet të blejë një apartament, na e shesin si arritja Flori. Na thonë që ka marrë zona vlerë, sepse shteti ka ndërhyrë dhe ka shkatruar sektorin. Nuk do të funksionojë kështu. Mos kemi shtet, çfarë do bëjmë ne? Dhe bindja jon, Flori, ndryshe nga ju dhe të gjithë panelët është. Pse ndryshe nga ju dhe të gjithë panelët? Po sepse të gjithë me shtet ela. Ne themi të kundërtën. Ne themi që vetëm reduktimi i shtetit, reduktimi i taksave, është e vetme mundësi që të rritet miqënia e njerëzve. Po s'jeni të vetëm, mos i përvetsoni kauzat dhe mos i përvetsoni programet. Keni të ngjashme ja po ta në programet ja po ta modeli provuar, tani jo si modeli provuar, i gabim komplet. Nëse do të diskutojmë realisht për atë fletën që zonja Erla na vuri në tryez, ju të katërt këtu nuk keni pas guxim të dilni sistemit kundër. Jeni një parti që pretendoni që jeni të rinj dhe nuk i dolët sistemit kundër. Nuk e goditët sistemin aty ku u mbyll, te listat e mbyllura, por e rahatuat veten në listë hapur dhe e rahatuat në listë mbyllur dhe nuk i dhat, je kret gabim me këtë situatë. Pra, nëse do diskutojmë për këtë, një parti e re, zotri, duhet të synoj të çaj sistemin që e mbyllën Partia Demokratike me Sali Berishën dhe Edi Rama. Ju duhet ta vazhdojmë se ky është thelbi, nëse nuk janë lista, thelbi është sistemi që ndryshon tranzicionin 34 vjeçar dhe unë pretendoj që nëse jemi në këtë debat, do duhet i themi gjërat siç janë. Jeni një parti e re që nuk keni guxuar të çani sistemin, po keni pranuar, jeni nënshtruar pikërisht sistemit të mbyllur që ka dakurcuar Edi Rama me Sali Berishën. Keni, më fal, dhe nëse bëhet ajo bisedë sot, kush e thiri kë në fushë betejë, është pikërisht fakti që Lulzim Basha dhe grupimi demokratëve Euroatlantik është futur duke djegur listën e mbyllur dhe është futur janë futur të gjithë në listë mandateve këtu. Kështu që duke djegur listën e mbyllur dhe duke futur në listën mbyllur, i kemi dhënë mundësi qytetarëve të zgjedhin me votën e tyre të lirë, të zgjedhin me votën e tyre të lirë. Edhe ti si partiere, po jo edhe ti si partiere s'ke guximin të shkosh në listë hapur të thuash që je një partiere i pomën e flas për listë hapur, se kam guximin unë që jam futur në listë hapur. Kam guximin tim unë që jam futur në listë hapur. Tash je një partiere që guxim të shkosh te qytetarët. Thua jam anti-sistem, po në fakt je nënshtruar sistemit. Jeni një partiere si ti, si ai që jeni nënshtruar sistemit. Ju e keni kundërshtuar sistemin në sqetullin e Saliut. Jo, s'jam në sqetullin e Saliut, zotri. Unë jam nga ato që i kam dalë Sali Berishës përballë, edhe për këtë jam shumë krenare për t'i treguar njerëzve që Partia Demokratike nuk është një pron as Sali Berishës as familjes Berishës. Jam nga të vetë me doli muhabeti për listat, po ku ti plas për listat? Ne po flasim sa minuta argjum. Gjithë minuta dhe nuk po diskutojmë për gjëra. Tani një pyetje kisha unë në këtë vend. Kjo rritja e pagave në shtet është lajm i mirë apo është lajm i keq? Është e gabuar. Kjo rritje e pagave, çfarë është? Forcimi ekonomik, forcimi gjithë strukturës shtetërore dhe rritja e pagave ka sjellë më shumë mirëqenie edhe për ato të punësuar në shtet, ka rritur dhe cilësinë e punojësve të shtetit, sepse Partia Socialiste ka një vizion dhe vizioni i Partisë Socialiste është vizioni 2030. Ju flet, ju e kora keve 15 bëjnë. Ne debatin, ne qytetarëve, ne ofrojmë bashkërinë Evropiane. 2035-2029. Se flasim për vizionet. Ju akoma rimeri lista, çfarë bëjnë Luli, çfarë bëjnë. Ne po flasim për vizionet.
Dhe këtu duhet shqiptar sot për vizionin. Tani po flasim kemi 10 minuta që gjëm lista e luajtur, lista e këtij Sali Berisha shumë. Po flasim për Partia Socialiste sa mirë që kemi 10 minuta. Tani jemi para në grup kapitullit. Këto do flasim ne sot. Jo, më nuk po gënjim shqiptarët janë realitet. Hapja grup kapitullit. Që po punojnë në mënyrë përsosur dhe shumë korrekte që të avancojnë me negociatat. Po kjo është shtetë familje. Fikën fare të leshikusit televizorin. Ju të një flisë, ka koma keni ludi. Ju futa unë me pyetjen që i bëra zonjës Jubi për këtë flirtin mes Ramës edhe Bashës. Po më pyetje unë do të përgjigjem se e kam sigurisht që Rama e ka këtë strategji, po pse ka zgjedhur vetëm Lulin? Doja të dija unë pse ka zgjedhur Lulin ishte çështja. Domethënë pse ky flirt flasësh ti do ta bëj zhurmusin më shumë, ti je i bindur. Po bëj më të pakën vën titra në televizion pakën. Ma vën titrat aty. Nuk e dalin dot ju vën titra. Mos bëj zhurmus. Po pse dëgjoj. Edi ju dua t'ju bëj një pyetje të dyve, edhe Taulandës edhe Besit. Pra ju jeni të dy të djathtë, pra vini nga parti opozitare. Edhe nga PD-ja, po themi, se dhe ju pjesë e PD-s keni qenë, tani jeni shkëputur. Po e zëm, Besi është i Sali Berishës, ju jeni i Lulzim Bashës. Po e reduktoj për Taulanda është e Lulit, se unë deri në qershor isha i Saliut, sot jam i PD-s. Pse se përfundova pyetjen, mos ma shtrëmbroni. Do të them kundryshoni nga njëri tjetri ju përveç nuk më lidhin emrat zotri. Sa jeni në me Sali Berishën, jo të lutem se këtë sa pranoj. Me Sali Berishën nuk kam asgjë personale. Me Sali Berishën më ndan me koalicione, pa koalicion, me parti pa kryetar. Lulzim Basha më bashkoj kauza. Jeni nëse Lulzim Basha bashkohet nesër me Sali Berishën, unë i dal kundër Lulzim Bashës zotri. Ti s'ke guximin ta bësh, ti dalësh kundër Sali Berishës. Unë Lulzim Bashës kundër më. Po mirë pra atë po të them, unë se kam emrin, unë me Lulzim Bashën në Amerikën, me grupin parlamentar, me gjë kanë dalë kundra. Kanë dalë 2017. Lulzim Bashë dhe Sali Berishës kundra. Kanë dalë 2019, Lulzim Bashë dhe Sali Berishës kundra. Po kur ju shkonit e dishit mandate, mbështesit djegjen e zgjedhjeve lokale unë isha zë kundra. Po ju pra ju. Po ju pra ju. Ma ka përfajson soti, përfajson Taulanda ju bina në koalicion. Që një djali i ri si ty shikon dhe ofron shpresë shqiptarëve Sali Berishën. Sali Berisha deri maçi pedagogi ofron shpresë zë Lulzim Basha. Në 13 maj do t'i kërkosh Sali Berishën se do të heqë nëse ti nuk zgjedhje kaq kaloni te Luli dhe te Saliu. Unë thjesht pyetjen e kisha ku ndryshoni njëri nga tjetri se jeni të dy opozitaristë. Thelbësisht ndryshon. Që po luftoni për të rrëzuar Edi Ramën dhe pushtetin ndryshon. Ajo është prezgjedhje. Si? Zoti Kapri. Tani ne do bëjmë debatin e kryetarëve, apo do bëjmë debatin që na takon me bë dhe flasim për këto ekipe, flasim për ekonominë, flasim për gjërat që shefojnë qytetarët. Do flasim për debat, bëjmë debat për kryetarët, kryetari filan, kryetari X, tani nuk do të përmend më emrat se tani të flasim, bëjmë gjithë të të falë për vetën tonë, që është e vërteta. Se po flasim për çështjet e kryetarëve. Jo, doja modestisht, do me thënë se ti e gazetar me shumë përvojë të bëja një sugjerim, ndoshta edhe në mënyrë të publikut për emisionet e ardhshme. Unë para se të fillonim, që bëjmë një marrëveshje që të dëgjohemi njëri me tjetrin. Përveç kësaj do ishte shumë interesante, mendojmë për publikun, sikur të mblidheshim në një panel dhe të diskutonim tematika të caktuara. Le të flasim për arsimin. Le të flasim për industrinë, le të flasim për ekonominë. Le të flasim për drejtësinë, flasim për reformën drejtësie. Flasim për gjitha këto gjëra. Zoti Pullazi për reformën. Patjetër që flasim për reformën drejtësie. Po kush ishte që e bëri reformën drejtësie? Partia Socialiste Edi Rama ishte që e bëri reformën drejtësie. Patjetër që e bëri. Patjetër. Prandaj e kontrollon. Patjetër. Nuk e kontrollon. Reformën drejtësie ka qenë Partia Socialiste. Po ishte një nga kriteret kyç për Bashkimin Evropian. Dhe kjo ishte fallfuneri i Partisë Socialiste. Ne nuk kemi protestuar asnjë përpara SPAK-ut. Unë kam qenë debat bashkë për gjithmonë mbështetje maksimale për SPAK-un. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Duhet kërcënu prokurorët, absolutisht gjyqtarin. Ku po kërcënojnë prokurorët që del Sali Berisha? Sali Berisha ditë për ditë për i pashun protestuesit tuaj duke qenë makina prokurorëve. Kush është presioni ndaj prokurorëve? Sali Berisha me batalën e deri ndarkë. Megjithatë, Pullazi, a jeni hipokrit si parti? Jo ju personalisht, si parti kemi një linjë, tani ideale mendje,
kundër SPAK-ut apo pro SPAK-ut? Po dhe godisin makinë prokurori. Më fal një minutë, kryetari i Partisë Demokratike është pro SPAK-ut apo është kundër SPAK-ut? Kush po ndiqet nga SPAK-u? Sali Berisha sot është ndjekje penale nga SPAK-u. Po prit se keni ju shumë të tjerë. Ja, do flasim për kryetarët. Jo, do flasim. E kam shpjegu disa tezën time pse jam kundra, e shpjegoj pra për 1 minutë pse jam kundra. Se kam Jo, nuk problemi. ka problem. Dakor, meqense Partia Socialiste e ka krenari që e ka bërë reformën në drejtësi. Patjetër që e ka krenari. Në rrjetën e SPAK-ut kanë rënë shumë zyrtarë Partia Socialiste. I fundit është Erion Velia, kryetari i Bashkisë së Tiranës. Mendoni që do mbani një kosto në këtë zgjedhje për shkak të kësaj? Këtë din qytetarët. Partia Socialiste ka disa muaj që është në fushat, për atë që po flisin zonja Taulanda, më fal, djeli. Po thonte për takimet në Londër. Ndërkohë që këto takime Partia Socialiste i ka zhvilluar disa muaj përpara. Besoj. Pra një avangard po thoni. Patjetër, Partia Socialiste ka disa muaj. Me drejtorë. Ka disa muaj që ka filluar organizimin e saj specialistëve. Dhe kjo na ka lidhur dhe shumë terrene dhe kuptoj më mirë situatën. Me bonus pensioni. Po ju keni 8 miliardë euro në vit zotë. Tani flisim gjithë, po ke flisim me njëri, ju me pranë Ju me 8 miliardë euro në vit mundi dhe Trump. Ne po flasim për çështje. Edhe Trumpi në mundi me 8 miliardë euro në vit. Pyetje Erla nuk më pyetët ti për Dhe në përgjigje, të lutem, që mos ka përceni njëri tjetrin. Partia Socialiste ishte kjo që miratoi reformën drejtësie. Patjetër që reforma drejtësie do japë edhe rezultate veta, siç po jep. Por ama Partia Socialiste është një mbështetëse e drejt për drejt e reformës drejtësisë, SPAK-ut dhe gjithë institucioneve që veprojnë këtë vend për të sjellë drejtësi dhe për të vendosur drejtësi në standardet e Bashkimit Evropian. Po nuk mund të ketë drejtësi kur kërcënon prokurorët. Lorin, vjen keq. Ka si kërcënim nga prokurorët. Ku janë kërcënim nga prokurorët? Dhe u proteston, po tani kryeministri i vendit tha, absolutisht zonë telefonin tim. Çfarë është kjo? Ka qenë zonë telefonin tim. Tani Sali Berisha del me megafon para SPAK-ut dhe presionet më të mëdha për gjithë prokurorët e SPAK-ut. Jo, është më utroq kur pa mbështetjen e qytetarëve ndaj SPAK-ut dhe veçanërisht ndaj arrestimit të Veliaj. Reforma në drejtësi sot është fal kontributin e Partisë Socialiste, jo është pa diskutim. Mund të kërcënosh reforma në drejtësi do bëj një pyetje pas zgjedhjeve të 11 majit, unë besoj. Unë thjesht kam shkëputur listën e Partisë Socialiste të Tiranës, po atë përzgjodha, le të themi, duke qenë se pjesën më të madhe të listës është pothuajse mbi gjysma e qeverisë së Partisë Socialiste. Kur shikoni, si ndiheni në këtë garë ku jeni futur, në qarkun e Tiranës, kur shikoni gjithë ujqërit në thonjza të vjetër të politikës, pra konkretisht kur shihni dhe listën e Tiranës, a nuk ju duket si një luftë me mullinë e erës? Nuk është një luftë me mullinë e erës, apo më pyet mua apo jo, po pyes Muçin unë. Pra e kam për të gjithë në një farë. Po si parti e re, si një parti e re, duke patur parasysh strukturat që ju keni, pra faktin që jeni gjysma e qeverisë. Atëre, ajo që konstatojmë ne nga listat e partive, sidomos e Partisë Socialiste, është që nuk kemi të bëjmë me një listë, le themi, e cila është kaq e sofistikuar dhe e përbërë nga kaq intelektual, njerëz të aftë, të fushave të ndryshme fetar, sa që ne s'kemi asnjë shans fare. Ajo që vëmë re ne është që si në gjithë këto 34 vjet është një listë e përpiluar në sekondën e fundit nga Edi Rama sipas qefeve të tija, që ka lënë një pjesë shumë të madhe dhe të vetë socialistëve të pakënaqur, dhe për më tepër ajo që bie në sy është që është një listë e cila është si të ishte lista e SPAK-ut. Lista e atyre që do marrë SPAK-u kandidat për të futur në SPAK një nga një, sepse janë njerëz që ndërkohë janë nën hetim. Shumë prej tyre po të vini re, sidomos te listë e hapur janë njerëz nën hetim. Kështu që ajo që konstatojmë që po jepet imunitet. Është një mundësi. Po ka provuar që s'të jep imunitet të qenurit deputet. Atëherë zgjedhja 11 majit janë një mundësi e artë për partitë e reja, pikërisht sepse kemi për herë të parë në historinë e Shqipërisë një, le të themi, sistem të drejtësisë. Pra ju ata emra nuk i shifni problem, pra si një luftë me mullinë e erës, po themi me personazhe të fortë. Për shembull është goditur në shumë pika të forta, pikat forma në kuptimin e makinerisë për të vjelur vota, për të bler vota me pak fjalë. Janë këta drejtorët e PSD-s, është vetë Erion Veliaj, krye negociatori dhe grumbulluesi i votave, grumbulluesi me metoda për cilat ai sot do është në burgun e Durrësit. Kështu që fakti që janë burgosur disa dhe lista është e gjatë me ata që do thirren në SPAK, është një lajm shumë i mirë për partitë e reja dhe për gjithë shoqërinë shqiptare për këto zgjedhje. Pra ju e shihni pozitivisht.
Erald, për ty është një gare fort Tirana? Tirana do të japë shembullin e gjithë Shqipërisë. Sigurisht është motori i ndryshimit dhe ne presim që nga Tirana të fillojë një ndryshim i madh për të krijuar mundësinë e një rotacioni politik kësaj here. Ndryshimi i listës së Partisë Socialiste dhe kryeministit Rama është një listë për të shpëtuar veten nga gjithë paranoja e SPAK-ut. Pra, të gjithë ata që rrezikohen nga SPAK-u janë vënë në listë të hapur, duke në farë mënyrë i detyruar që të bëjnë kërdin me votat për të mbledhur, për të fituar një imunitet, dhe njëkohësisht të sigurojë mandatin e shumë njerëzve të rinj, të cilët momentalisht nuk kanë një problem me drejtësinë, por që janë pjesë e një modeli fasad që i përdor ky ministri për pushtetin e vet, sepse sa koha ai nuk preket, nuk ka një ndryshim tjetër. Ne kemi parë që disa shtullat e rëndësishme të Edi Ramës janë goditur nga drejtësia, por pushteti i tij vazhdon të mbetet e njëjtë, ndikimi i tij vazhdon të mbetet e njëjtë. Sigurisht jo të njëjtat nivele, por sërish në pushtet qëndron në ato nivele. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht të modelit që ai ka. Pra ai është i pari dhe nuk ka rëndësi kush është më pas tij. Pra nuk ka një lloj meritokracie ose mënyre se si ndahet torta e pushtetit në Partinë Socialiste. Por ajo që presim në kësaj radhe është që duket edhe nga sondazhet është që të paktën 1 në 5 votues e kanë shprehur që do votojnë për partitë të reja, do votojnë për njerëz të rinj dhe do votojnë për një model ndryshe. Kjo mendoj që është një moment i ri politik 34 vite pas i ra komunizmi në Shqipëri. Pra ti mendojnë që skena politike do jetë më plurale këtë herë? Urojmë të jetë, shpresojmë të jetë, do i bësh shumë mirë Shqipërisë, sepse duhet të mbështesim edhe punën e drejtësisë, pavarësisht të metave që ajo mund të ketë. Sepse të dalim kundër drejtësisë tani, në një moment ku problemi numër 1 i Shqipërisë është ndëshkimi i korrupsionit, është një lloj sikur në 1990 Ramiz Alia të dilte kundër krimit të Partisë Demokratike dhe Pluralizmit. Ndëshkimi i korrupsionit është emergjencë kombëtare, sepse ndryshe nuk merr dot frymëmarrje shoqëria nga kapja e korrupsionit që është në të gjitha nivelet e saj. Kështu që shpresoj shumë që njerëzit të japi mundësinë zërave të rinj në parlament, ata njerëz që ata i kanë ndjekur dhe janë konsistent në mënyrën e të bërit politik, me aktet e tyre, në mënyrë që vota e tyre të marrë vlerë, se vetëm kështu merr vlerë vota e tyre. Pra që ndjen të përfaqësuar dhe të mos lejojnë ato që bëhen sot në politikën shqiptare. Okej. Flori. Po ndonjëherë të marr fjalën? Po patjetër. Ta japun jo, po meqense isha tek lista e PS-s, meqense isha tek lista e PS-s. Ti je më i sigurt nga të gjithë apo? Vetëm mos ta komentoj PS-n. Jo komentoje pa diskutim. Si është lufta? A është gare fort? Se tani dëgjoj. Janë 24 vende të sigurta në listë. Ti do komentosh listën time? Patjetër që do komentoj. Patjetër që do komentoj. Po mirë, komentoje. Nga e kaluar çdo lloj historie. Një sekond. 24 vende në listën e Tiranës janë të mbyllura. 12 i ka PD-ja, 12 i ka PS-ja, e gjithë lufta e madhe bëhet për 13. Shtojmë dhe liderët e partive të reja, është Muçi, Qorri, Agronshea, Eraldi, është Ilir Meta, Shpëtimi Drizi, ka vend kjo Tirana për të gjithë? Po mirë, tani ne s'po garojmë për 140 kryeministra, po garojmë për 140 deputat. Tani ligjvënësa do jenë, do votojnë, do bëjnë komisione parlamentare, do propozojnë ligje, kushdo që forcë politike që garon. E vuri një objektiv Edi Rama ditën e djeshme, një objektiv zgjedhor. 1 milion vota tha, do të shkojnë, mund të marrin 800.000 plus 200.000 nga diaspora. Po solli nga Kina mund të marri 1 milion vota. Do votojnë shqiptarët e diasporës? Patjetër. Po 240 janë regjistruar. Janë shqiptarë nderuar që punojnë Kam bërë kërdinët shumë janë gjithë shqiptarët. Ju dha mundësia falë kontributit të gjithë subjekte politike që ato shprehin. Prapeve këtu kemi një lagurësi. Prapeve këtu kemi një lagurësi. Nuk ka një milion qytetarë. Më lërë të flasë, ta bëj batuta. Po nuk flasim për kinez, po flasim për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Po kinez po votun merr 1 milion ai po. Si ishte pyetja edhe njerë më e Pyetja ishte te gara e Tiranës. Sa e fort është kur shifni edhe një në këtë studio, në këtë emision, shumë analistë dhe gazetarë kanë quajtur një thertore. Cilën e quajtur thertore? Listën e PS-s Tiranë? Po ta shpjegoj unë, se do të bëj pyetje. Do të bëj pyetje për këtë. Pra, duke qenë se janë personazhe shumë të fortë. Në thertoren e listës së Tiranës, që njerëzit detyrojnë të rinë atë listë, se të paktën te Partia Demokratike kush s'do nuk ri, është i lirë, mos të ri. Ktu çik më duken dhe të detyruar. Patjetër që shoh një listë që më bën përshtypje, siç e tha dhe Redi, ke kandidat për SPAK. Dhe në listën mbyllur janë 6 ministra që të gjithë mund të jenë kandidat për SPAK, që nuk kanë pas imunitet parlamentar dhe ju jepet.
si që është, për shembull, Piro Vëngu, deputat. është ministër. Më thanë dje që është një teknik shumë i lartë të Porti Durrësit dhe dhe Ministria e Mbrojtjes, të Porti Durrësit flitet për... Po ka qenë dhe ish drejtori i portit, Porti Durrësit flitet për aferat më të zeza dhe i ka doset për SPAK, tek Ministria e Mbrojtjes shef me 2 lbit mbyllur. Tani, në ato emra aty, janë të paktën 5-6 emra që janë komplet klani Erion Veliajt, të cilët janë hedhur në thertore. Janë hedhur në thertore që të garantojnë përsëri atë strukturë 5D nga burgu Durrësit, që punojnë. Janë ata, do duhet të luftojnë për të marrë votë. Thertore, tani, një grup politik, si që është plani Erion Veliajt, mund të ishte edhe një emër në listë mbyllur, 1 më 1. Janë hedhur gjithë në mënyrë që të shkojnë dhe të bëjnë kasapan elektorale. Lajmi mirë është që nuk kanë më viston tani, as ndërkombëtare, as vision e drejtësisë këtu, po në njëjtën kohë nuk do kenë as vision e qytetarëve. Sepse sado, unë të garantoj që 80% makinerisë elektorale të Partisë Socialiste punon nga frika nga Edi Rama. Se mendojnë se do jetë kryeministër. Edi Rama nuk është më aq i frikshëm. Dhe nga java në javë bëhet më pak i frikshëm. Për socialistët nuk është më i frikshëm. Se rritet trimëria e Partisë Demokratike, rritet guximi nga java në javë. Se ne terren jemi o Flori, dim si punoj njerëzit. Po ne gjithë terren, unë nga terren po kërcënoni me legalizime, me gjëra. Biznesmen thënë u bubu se ky budallaj të vë tritolin prish hotelin, mbyll median, mbyll biznesin, e ka i natin e keq. Politika bëhet me fakte. Kjo është patjetër. Më vjen keq një mik si Shtëkan, jenë atë listë sepse ai emër që ti me zi e ke ndërtuar, jam shumë krenar që përvajsoj Partisë Socialiste në atë listë. Pas gjitha ti kontributi, politik, administrativ, 6 vite të Këshillit Bashkiak, 7 vite administrator i njësia, ti e di shumë komisionit ligjor, ti e di shumë mirë, unë që instrukton kushërinë e vetë se si përgjigjet për çash gabimi e Edi Ramës që ka vendosur emër të tillë. Respekti im personal për ty nuk do bjerë asnjëherë. Edi Rama. Nga ana e retorikës që e duke thënë që ne bëm drejtësinë, ne mbështesim drejtësinë, kjo është hipokrizi totale, se jemi Klotilda Bushkës në atë listë nuk do të fare. Nëse Klotilda Bushka ka shkuar ka fërme me kushërirën si përgjithë dhe prokurori, ishte një parti që mbani kandidat për SPAK në listë. Dhe këtë e digji qytetarë. Ju akoma nuk keni kuptuar, mënyrën se si bëjnë listat zgjedhore. Ju akoma nuk jam fatkesisht. Ju risollet njerëz nga e kaluar. Sollet njerëz nga e kaluar dhe do të jepni shqiptarëve një ofertë të vitit. Ju keni kuptuar si bëjnë listat me banda. Ju ka fajin Partia Socialiste. Ju shërbyen tretin listë. Vetëm ju e kuptoni këtë gjë. Ju ka fajin Edi Rama. Ju kërkoni fajin të vetë ju. Kërkoni fajin Sali Berisha. Ne nuk kemi për narkozjedhje. Ju shkoni për narkozjedhje. Shikoni për listën e Partisë Socialiste ti e shikon për ditë. Flori, një pyetje, Kullazi që të kaloj pastaj detajlata. Do të thoya këtë gjë, Erla, do të thoya këtë gjë. Po ta kavësh dhe të shikosh gjithë listën e Partisë Socialiste, aty ka njerëz me kontribute, kanë kontribute historike në Partinë Socialiste, ka njerëz të rinj, ka njerëz që kanë nga platformat deputetëve që duan, pra një seleksionim brezash, eksperjencash, alternim. Kjo është Partia Socialiste, pra që është zhvilluar, është hapur dhe ka sjellë shqiptarëve një ofertë tre politike. Absolutisht, për çdo njeri në atë listë do të luftoj për votën e vet personale. Kjo është gara. Kur mblodhë dhe bën sistemin zgjedhor, i dha shqiptarëve këtë lloj gare. Tani ne bëjmë dakord, kush është parti më organizuar, kush janë deputet që kanë emrin e tyre, kanë hapur telefonin, kanë zgjidhur problematikat e gjithë qytetarëve, patjetër qytetari nuk ka nevojë të lodhet ta gjejë sepse do shkoj direkt votoj personin që ka mbështetur, personin që i ka shërbyer, pra këto janë histori. Ne po flasim për gjëra. Tani duke parë listën, lista ka personalitetet Partisë Socialiste, ka emra trin, ka njerëz që kanë shërbyer. U bë marrë shembull tim personal, 15 vite. Si ke investitore strategjike përballë në zonë që ishte sekuestruar investimi strategjik. Kush është investitor strategjik? Është deputet e Parlamentit shqiptar. Po, që s'ia hoqët imunitetin.
Që nuk ja hoqet imuniteti. Mos i ka përcjell. Ju se hoqet. Gjykata Me që do të bëj vetëm një batut qytet, shpërndaj pak. Lista e PS. Atë çështje që ti Çështje qytetare. nuk janë çështje çështje që Të lutem se një batut do them. Po, lista e PS duhet të ketë kaq përfaqësuese sa me emrave gjen edhe njerëz që kanë ndruar 4 ose 5 parti. E kupton? Po, për kë e ke fjalën ti? Po ke disa Ylli Sheu për shembull, ka ndruar 4-5. E ndriti, kush është tjetër? ku ka ndruar ndriti 4-5 parti? Po dy ka ndruar. Po Ylli Sheu ka ndruar 4. Drejt Brembllari erdhi nga Partia e Lirisë ish LSI-ja, ka ardhur. Pra kjo është çështje teknike. Po mirë, pra Kjo është çështje teknike. Shumë përfaqësuese. Po kjo është përfaqësuese, aty janë emrat të gjithë Partisë Socialiste. Po Blendi sa në Parti Socialiste. Futuni ke lista e Partisë Demokratike. Aleatët strategjik që ka Partia Demokratike. 26 aleatë strategjik që ka Partia Demokratike. Po, edhe këta Nga dita në ditë çdo aleat njëri thotë se do kërkoj drejtimin në gjykatë se do të rishim nga koalicioni. Tani ka serioze situata. Shumë serioze duket. Kuptojmë diçka edhe nga programi që keni, se nuk do votohet vetëm për kandidatët në listë, mendoj unë, po qytetarët dëgjojnë dhe programin. Taulanta, keni mund të më thuash 3 pikat kryesore të programit tuaj? Erla, përpara se të them 3 pikat, në fakt, mendoja që biseda duhet ishte për të prezantuar, po themi, kandidaturën, pse një grua, në fakt, pavarësisht se unë mendoj që politika nuk bëhet me gjeni, pse një grua merr guximin të hyjë në një listë të hapur, të një partie, le të themi që është e re në përfaqësimin me publikun, pavarësisht betejës ligjore për Partinë Demokratike që vijon nga kryetari Basha. Pas 34 vitesh, në fakt, është një udhkryq shumë i madh që shqiptarët nuk dinë më se si duhet dalin nga ky rreth vicioz, ku të dy përfaqësuesit e dy forcave të mëdha, qoftë Edi Rama, qoftë Sali Berisha, përpiqen ta mbajnë. Pra, i kanë futur shqiptarët me miratimin e reformës zgjedhore, me miratimin e kodit zgjedhor, me listat e mbyllura, i kanë futur në këtë... Lulzim Basha kundryshon nga Sali Berisha dhe Edi Rama, se ka qenë kryetari i Partisë Demokratike 8 vite, nuk ka qenë pak. Shiko, pa dyshim për territorikës politike, Erla, se me besin është shumë interesant, se i duket më interesant të mbështeti Sali Berishën, se sa të mbështesi, po themi, po nuk mbështes Kalamaj 4 vjeç tani, unë mbështesi Burqi e ka një CV. O bez do më lësh të flas? Të lash të respektova ke idetë tua, pavarësisht se s'vjem dakord, do më lësh të themi idetë mia. Pas 34 Sali Berisha, 34 vite, duhet kemi guximin, ti themi qytetarëve shqiptar, kujdes në votën e 11 majit. Nëse Edi Rama dhe Sali Berisha marrin shumicën në parlament të nderuar qytetar, do ta kthejnë atë parlament në bunkierin ndaj drejtësisë, po përgatisin të çojnë aty, të besuarit e tyre do të votojnë çdo ligj antikushtetues përmes të cilit do të dëmtojnë reformën në drejtësi dhe do të shpërbëjnë spakun. Pra ju mendoni që ju bëj thirrje. Ja kërkoni votën shqiptarëve meqense ju jeni një parti që e mbështesni spakun. Padyshim, teatri që shikojmë këtu është një teatr që vjen prej muajsh. Edi Rama ka gjetur partnerin e tij politik përballë ndërkombëtarëve, përballë ndërkombëtarëve hiqet si njeriu që e ka bërë reformën në drejtësi. Në fakt partnerët janë shumë qartë që nuk është vetëm Edi Rama, nuk është Edi Rama autori i reformës në drejtësi, po çdo kundërsues ndaj reformës. Jo se nuk ka qeverisur vendin në këto 12 vjet. Padyshim, edhe për shkak të korrupsionit, edhe për shkak të largimit të rinjve, edhe për shkak të migracionit pafund që i tund sot pasaportën. Në fakt ajo është një pasaport që më shumë ka larguar njerëz se sa është një pasaport dinjitoze dhe për fat keq, një nga përgjegjësit kryesor të këtij emigracionit madh është Edi Rama. Por sa më shumë flasim për Edi Ramën, aq më shumë duhet kuptojmë për teknikën e tij politike për të zgjedhur një partner si Sali Berisha për ta pasur në opozitë, për të mbyllur listat, për të votuar amnistin penale me të cilën po artistësh do ta shihni Lulzim Bashën ti edhe shokët e tu. Mbani Sali Berishën dhe i thoni Sali Berishës, djem të rinj si ty që ne kemi Sali Berishën, edhe Sali Berisha është e ardhmja e këtij vendi. Sali Berisha dhe Edi Rama duhen shpallur me votë. Nëse qytetarët kanë guximin të votojnë listat e hapura, po, do rikonfigurojnë skenën politike me një spektër të ri opozitar për t'i dhënë energji të re. Edhe Lulzim Basha nuk është fort i ri në politikë, se ka qenë 8 vite kryetari i Partisë Demokratike. Po kjo nuk të bën më pak të vlefshëm në politikë eksperjenca. Të vlefshëm në politikë ose jo të vlefshëm të bën. A ke akuza korrupsioni? A ke
Çoj në SPAK. Besardo, unë nuk jam këtu për të marrë në mbrojtje. Po çoj në SPAK atje, le të përgjigjet SPAK. Pse çka kujton ti? Pse çka kujton ti? Po pse çka kujton ti? Po pse çka kujton ti? Dgjoj. Se unë mbështes SPAK-un një po dhe njeriu siç keni ju standardet. Kush është non grata për mua, është non grata do dal nga politika. Kush është i korruptuar për mua? Duhet të dal nga politika. Zotri, ju që kanë dy standarde jeni ju. Një djalë i ri si ty që i thot shqiptarëve votoni Sali Berishën për kryeministër. Po ma, pa tjetër, se qa ka kjo? Trumpi rinin kishe. Bas 34 vitesh. Po ama në Besar se je unë i gjynaf, pranoj një këshill, pranoj një këshill. Bashkë se je shkolluar, je keni qenë jashtë në vitin e para Debati i vulës tani. Debati i vulës Berisha Basha ka përfunduar tani. Flasim për mos i kthehemi më. Kështu që një pyetje për Taulantën kam. Meqense thua do ta shifni Lulzim Bashën pas zgjedhjeve. Kush është objektivi juaj? Çfarë mendoni që do arrini në këtë zgjedhje? Unë nuk mund të bëjmë të thuash sot dua kaq mandate apo dua kaq vota, do të thotë ose të mos i respektosh qytetarët ose të bëhesh arrogante me qytetarët. Padyshim që ky është një moment që ka një energji tjetër për shkak të futjes në listë të hapur. Askush sot nuk e parashikon dot se sa mandate do të marrin forcat e reja politike të cilat garojnë në listë të hapur. Përdor edhe atë që e thash më parë që në këtë panel në fakt jam vetëm nga një forcë politike që ka dalë nga sistemi. Pra jemi përpjekur ta çajmë atë sistem që është përpjekur ta mbylli Edi Rama. Unë besoj se kjo do të krijojë një energji me qytetarët. Ka dhe parti të tjera, siç është Lëvizja Bashkë. Po Lëvizja Bashkë është me lista të mbyllura. Sepse ne respektojmë kodin zgjedhor. Ku do ndryshojë vetë Lëvizja Bashkë, Shqipëria bëhet, e ngatrova unë. E kam fjalën për Adriatik Lapa ende nismën. Po ajo unë do të jem e kujdesshme kur të them se sa vota do duhet marrim. Duhet jem shumë e kujdesshme sepse më duket sikur bëhem arrogante kur caktoj x mi vota apo x mandate. Është një realitet i ri. Do punoj me qytetarët për të ndërtuar ato ura besimit të dëmtuara në vite në raport me sistemet zgjedhore, sepse nuk është e thjeshtë që qytetari të jetë i përgjegjshëm deri në momentin e fundit për atë forcë vote që ka, por unë besoj që sa i ngushtë duket ai shtegu ku janë përpjekur ta fusin Rama dhe Berisha për të mbyllur listat, pas atij shtegu vjen një horizont i tërë ku qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për të rikonfiguruar skenën politike në Shqipëri dhe për të zgjedhur elitat e reja më në fund pas 34 vitesh. Mirë, Muçi, po pa tjetër, 3 pika të programit tuaj. Atëre, 3 pika, ju lutem 3 minuta pa më ndërhyrë, domethënë, sepse unë dua të bëj dhe një farë dallimi në qasjen tonë, në qasjen e Zotit Kapri me një fjalë sa i përket. Pse? Pikërisht sepse pikat tona kryesore që kemi do t'i shpallim edhe në programin tonë janë shteti zhvillimor, shteti social dhe shteti i së drejtës. Tani, koncepti i shtetit në Shqipëri është keq përdorur shpesh, sepse duhet bërë një dallim mes shtetit si një bashkësi institucione shtetërore dhe shtetit si një mekanizëm për ushtrimin e pushtetit. Pse e them këtë gjë? Sepse në këto 34 vjet në Shqipëri, ajo që ka ndodhur është shkatrimi i shtetit si institucione shtetërore, si institute kërkimore, institute të ndërtimit, institute të hidrokarburave, të naftës, akademie shkencave, mund të ekzistojnë nominalisht, mund të ekzistojnë në emër, por në funksionin e tyre nuk funksionojnë. Ju lutem mos më ndryshoni. Me pak fjalë, më fal që ta mbaroj. Pra, nuk funksionon më KKRT-ja për marrjen e vendimeve të leve të ndërtimit. Funksionon Edi Rama. Nuk funksionojnë me institucione shtetërore, funksionon telefoni deputetit, atë që tha zotria pak më parë. Ky është problemi. Dhe kjo do të thotë shkatërrim, kush ja ka hapur telefonin, kush i ka zgjidhur problemet e tjera. Institucioneve shtetërore. Pra, në këto 34 vjet në Shqipëri kemi pasur një xhungël të gjithëve kundër të gjithëve dhe shteti që ka funksionuar vetëm si një lloj çiftligari i dikurshëm, që dikujt i jep favore, dikujt i jep një monopol, dikujt i bie në qafë, dikujt i shkatron shtëpinë, dikujt i merr ujin dhe vetëm kaq. Jo si bashkësi institucione shtetërore, sepse nëse do funksiononte kështu, atëre, unë do është rëpjetën, kush është vendi sot në botë me aparatin të administratës më të madhe në gjithë tjera? Është SBA-ja. SBA-ja ka 5 milion të punësuar, punojnës administrate. Më shumë se sa 2 fishi
i vendit të dytë, që është Republika Popullore e Kinës, që ka 1 miliard banor. Kështu që shteti si një bashkësi institucionesh të mirë organizuara, janë që luajnë disa balanca në shoqëri, që japin disa prioritete edhe në zhvillimin e vendit, është i domosdoshëm të ndërtohet më parë. Patjetër, meqense të mori ty për referencë. Jo, një pyetje kam. E shihni si dizavantazh faktin që ju jeni një parti e re, e patestuar, pra nuk keni patur ndonjëherë pushtet, që sigurisht nuk keni ngarkesa të caktuara siç mund të kenë partitë e tjera, që siç po e shihni dhe po e debatojnë, po një parti që s'është provuar në pushtet. Që nuk ka bërë shtet ndonjëherë, nuk ka drejtuar institucione. E shihni si dizavantazh këtë? Ne nuk e shohim si ne jemi totalisht të vetëdijshëm që propozimi ynë, ndërtimi i institucioneve shtetërore është një punë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Është një punë që duhet të nisë nga themelet dhe duhet të ngrihet më pas. Një shtet serioz do një punë jashtëzakonisht shumë të madhe. Po më lejove edhe 2 minuta. Okej, që të jap për Aldit. Çfarë ne kuptojmë me 3 pikat kryesore tona? Shtet zhvillimor do të thotë që shteti mos lejojë një ekonomi të abuzimeve, të spekulimeve me ndërtimet, me një turizëm masiv i cili po shkatron edhe natyrën funditës, pavarësisht se sjell disa lekë në Shqipëri. Duhet një shtet i cili prioritet ka prodhimin në vend, ka produktet industriale ose të cilat kanë për synim eksporte, duhet të rritur eksporti në vend, që të rritet GDP-ja, që të rritet mirëqenia në vend. Kemi nevojë të mbështesim bujqësinë, sepse 33% e fuqisë punëtore janë bujqësi. Shteti social, për ta mbyllur, nga ana tjetër është një sër institucionesh që nuk mund të funksionojë në tregun privat. Unë vi nga arsimi. Nuk mund të jetë arsimi në treg, nuk mund të jetë shëndetësia në treg, nuk mund të jetë strehimi në treg dhe thjesht në treg. Dhe fundi shteti së drejtës që pikërisht mbështesim një reformë drejtësi e cila do na nxjerrë nga ky batak ku jemi. Mbështetësit e drejtësisë. Erald, lutem që të bëj pastaj disa pyetje të fundit. Zhvilluara, por thelbi dhe ajo që tha zoti Muçi është kjo që ne që bëjmë bashkë gjithë, që me shtet do të rregullohet gjitha. Pra dhe modelin zhvillimor si e shikon Lëvizja Bashkë, e shikon në modelin e një shteti të bëjë gjitha. Pra shteti të bëjë të modelin e zhvillimit. Ndërkohë që ne jemi për tregun e lirë në fakt të ndërhyr. Po nuk mund të funksionojë tregu i lirë sigurisht në Amerikë shteti të bëjë të gjitha. Burokracia shtetërore në Amerikë është më e madhe se në gjithë botën. Federativ, të lutem shumë, është sistem krejt tjetër. Tani mos ta çoni në këtë. Tani thelbi është këtu. Thelbi është këtu. Në Shqipëri, mënyra si vajten gjërat 34 vjet, vajten për shkak të një modeli ku qeveria është në qendër të gjithave. Qeveria vendos se kush do pasurohet edhe kush do varfërohet. Kush do ka mundësi në treg, kush nuk ka mundësi në treg. Ne kemi nxjerrë me shembull të thjeshtë ku themi që për të njëjtat produkte ushqimore në Shqipëri janë 2 fish më të shtrenjta se në tregun italian, sepse 2-3 biznesmenë importojnë në vend. Ne themi që tregu, të lutem Flor tani mos më ndërprer. Tregu imobiliar i ndërtimit në Shqipëri është bërë kaq i tmerrshëm dhe i shtrenjtë, sepse qeveria e kontrollon këtë treg. Prandaj zgjidhja e vetme nuk është shteti i madh, por është reduktimi i shtetit. Sepse reduktimi i shtetit nënkupton më pak të punonjës të administrat, më pak para të harxuara. Keni bërë një për llogaritje Erald se si del në buxhet gjithë kjo, pse edhe zoti Shehet dëgjova dje 50% do ulin taksat. Ka një kosto këtu në buxhet apo? Sepse është e vërtetuar që në momentin që ulen taksat rritën të ardhurat. Në momentin që redukton shpenzimet administrat, do reduktosh dhe korrupsionin. Në momentin që u heq pushtetin politikanëve vendimarsëve, që Edi Rama mos ketë të drejtë ligjore të japi lejë ndërtimi, po ta vendosi plan urbanistik dhe rregull i thjeshtë. Po nuk është shtet plan urbanistik. Kush e cakton plan urbanistik? Tregu? Po sigurisht tregu, në basi se aparimeve. Jo më bëjë që cakton shteti plan urbanistik. E di zjartojnë plan urbanistik. Mbledhen disa, mbledh një komision ekspertësh dhe thonë këtu ndërton, këtu s'ndërton. Ky është plan urbanistik. Shutoni dhe juve. Nuk po flisi sikur Shqipëria është shteti kandidat pas luftës. Cili pra një model prone ka një model zhvillimi dhe secili ta zhvillojë atë pronë. Këto minuta që na kanë mbetur për dy jeni modelin që vendos kryeministri Kush e harton planin urbanistik? Ekspertët dhe specialistët nevoja e zhvillimit të vendit. Pra, ekspertët e komisionit që ngrihet shteti, merren konsiderat grupet e interesit dhe harton planin urbanistik, sepse nuk vendos kryetari i bashkisë apo kryeministri ndodh me plazhin e Durrësit, kullëzimi i gjithë Tiranës. Kjo ndodh kur s'ka plan urbanistik. Jo, pra, sepse është model që kemi keq. Kam një pyetje për ty. Flori, të lutem që mos të futemi në çdo detaj. Kjo historia që debatohet. Kjo historia që po bëjmë këtë debat, plan urbanistik, shteti, kjo. Ore,
njifti institucionin shtetëror, falë të bëj pyetje kështu shumë sinqert. I njohim shumë Si mirë. njiftin teori apo i njiftin nga brenda institucionit sepse tani po na thoni që nuk ka KKRT, nuk ka shtet, por nuk e filluar nga zero. Nuk e filluar nga zero, po patjetër më ka kam qenë antar i Këshillit Bashkiak, e kam miratuar 2017. Ke votu dhe për teatrin ndoshta. O zotri, kam qenë antar i Këshillit falsifikuar Bashkiak. atë se s'kam votu dot. 2017 kur është miratuar plani urbanistik i Tiranës. Po mos flisni për qytetarëve dhe plani urbanistik të Tiranës. Është një plan i përpunuar nga ekspertë, i miratuar nga gjithë instancat shtetërore. Ju flisni sikur ne jetojmë në xhungël, edhe ky shtet nuk ka institucione. Tu fillojnë nga zero. Çfarë flisni kështu tani? Hapësirë që ka Tirana që i ka ngel Tiranës. Ofrojnë qytetarëve eksperiencën tuaj se ky është problemi. Pra ne sot jemi të themi qytetarëve, ne sot jemi të themi eksperiencat tona, dijet tona, punët tona, çfarë kemi kryer, ti vëm shërbim duke qenë atje në Parlamentin e Shqipërisë, si ligjvënës. Patjetër që kam qenë antar që bashkë me kemi e ke shumë gabim, po e ke shumë gabim, po e sheku nuk i ka ardhur koha që të bëhet nëse. Nuk ka ardhur koha që të bëhet. E ke shumë gabim. Është çështje e kohës, çështje e kohës, po presim durorën, më falni, po prandaj pra sepse keni mungesë informacioni, retorik, teori. Pra, po flasësh për teori, dhe të prekësh punën me dorë, unë jam njeri që kam prekur punën me dorë. Jam njeri që kam prekur punët e Bashkisë Tiranës me dorën time, bashkë me ekipin e Bashkisë Tiranës. Dhe po të them dhe janë ndërtuar se Tirana e transformim qëndëror nga ekipi Bashkisë Tiranës. Ishte ky plan urbanistik. Por ju nuk me kuptoni ku është debati. Unë po them, debati është institucional. Ju doni s'ka institucione, s'ka KKRT, s'ka qeveri, nuk ka bashki. Ç'është kjo më kaos jemi këtu. Bashki ka, po ka punuar 12 Mos na çoni te plani urbanistik dhe tek këto detaje. Sot Që duan një emision më të gjatë për t'u shtjelluar. Të gjithë keni miq, por pyeteni miq tuaj që vinë nga jashtë. Tirana e sotme ka krahasim me Tiranën para 10 vitesh. Pyetjen, po besoj që edhe ju jeni krenar, edhe ju vetë jeni krenar. Kur i sillni miq tuaj të Tiranës e sotme, jeni shumë krenar. Jam i sigurt që jeni shumë krenar. Jeni shumë krenar për shkollat që janë ndërtuar në Tiranë. Jeni shumë krenar për xherët dhe kopshtet që janë ndërtuar sot. Të reja të gjitha. Ka rënë në mënyrë eksponenciale, ka rënë numri i fëmijëve që bëjnë mësim me dy tone. E ke vënë shkolla me Qemali. Vënë shkolla me Qemali sot është Tirana. Po prandaj pasi nuk se llojë në kuptone. Ju vetëm teori. Kur vjen puna për praktikë s'keni asnjëri. Asnjë keni eksperiencën e duhur, flisni teori. Çfarë funi që ta teori? Ju bëni teori më zotri. Puna është praktik. Praktika është shumë e ndarë nga teoria. Ose një pyetje të dyfisht zotit Pullazi, se nuk kam më kohë pastaj dhe vetëm nga një pyetje mund t'ju bëj. Një sekond. Tani Partia Socialiste kërkon mandatin e tretë. Të katërtin, ndjes. Sorry, se nga trova dhe unë si shalë. Tretë mund ta kërkoj Lutbasha. Dakor. Mandatin e katërt. Katër mandate. 12 vjet jeni në qeveri prej 12 vitesh, se këtu doja të dilja. Pra tek 3 mandate që jeni në qeveri. Akoma vazhdoni në fushat premtoni ujë dhe drita. Çfarë do t'i sjelli PS? Do t'i sjelli pasaportë edhe me që më doli ta ulata ujë dhe drita në diskursin e vjetër elektoral. Për pasaportën. Më vjen keq. Jo ujë drita në diskursin e vjetër elektoral. Po themi reforma e ujit, reforma territoriale, që zonë menaxhimin e ujit. Ta bëj dhe pyetje tjetër. Edi Rama tha, na votoni ne se do ju jap, do jeni qytetarë të dorës së parë me pasaportën e bre. Tani në 12 vite kemi qenë qytetarë të dorës së dytë, çka kemi qenë? Patjetër. Çka kanë qenë shqiptarë? Për ta kuptuar. Qa kemi qenë qytetarët? Po. Ne kemi qenë qytetarë shqiptarë që bëjmë pjesë në këtë kontinent europian. Jo, themi që do bëhemi tani të dorës bashkë, çka kemi qenë në 12 vite, marrim gomonet, marrim furgonat, marrim varkat edhe ikim ku të mundem. Ja kjo është pasaporta në 12 vite. Ky ekipi deputetëve që shikon këtu, alternimi këtyre brezave
janë ato që do të cilin dhe ekselencën e tyre do të cilin integrimin bashkimin Evropian, vazhdimin e reformave në arsim, në shëndetësi, në gjitha strukturët e tjera dhe vazhdimin dhe prandaj ne i themi qytetarëve shqiptarë ne japim besimin për të bërë të mundur më fund integrimin drejt në bashkimin Evropian të shqiptarëve sot, që të kenë një bashaport Evropian në gjë. Kjo është historia. Patjetër më të flasim. Pa të flasim. Jo një se flasim me fakte, jo ne kemi kohë të ndalemi të arsimi të urbanistikë, arsimi ka shkuar. Vazhdoni jepni qytetarëve me teori. Vazhdoni me teori. Vazhdoni me teori. Vazhdoni me teori se po flisja. Nga një universitet që zbrazen çdo ditë universitetet. Po më tu zbrazet Shqipëria 1 milion. Sot oferta që po jepet shqiptarëve diasporë. Sot qytetarëve po japin ofertën të rikthehen vend në tyre të Shqipëri. Është Shqipëria Partisë Socialiste kjo Shqipëri. Ofertën të gjithë diasporës për të ardhur për bërë investimet e tyre në agroturizëm, në gjithë. Me atë pasaportin që ja u tuni shqiptarëve. Sa qytetarë janë që janë larguar me dokumenta diasporë. Se keni këtë varianti 700.000. Lëvizja e lirë është pjesë e gjithë proceseve në Bashkimin Evropian. Lëvizja e lirë, patjetër më kjo është lëvizja e lirë, por nuk janë 700.000. 300 e sa mija në lezra. Me letra në qëndrimin e nuk janë 700.000, nuk janë në thello, shikoj dokumentat, nuk janë 700.000, dhe ju vete keni pranuar që nuk janë aq, nuk janë aq, thello. Ne do të thellohemi. Po thello, shikoj lexoni mos bëni deklarata se po flisi për politikë dhe do shkoni para njerëzve. Sepse jeni gjithë kandidat për deputet do jepni, por të paktën jepni informacione saktë që njerëzit të pranojnë. Shkojmë për para njerëzve, ja kam shkuar para 3-4 ditësh kam qenë në Astir dhe këtë më kanë kërkuar zonjë. Nuk ka shkollë për 80.000 banor, nuk ka kopës, nuk ka që kur pra do bëhet, jemi ka pas çështje teknike, patjetër do bëhet shkolla në Astir, patjetër do bëhet shkolla në Astir. Po janë bërë çish shkolla, do bëhet ajo në Astir, që të bëjnë 100.000. Subvencionon banorët e Astirit. Se nuk i subvencionon banorët e Astirit që t'i çojnë pagën privat në atë zonë, më burr. Nëse ju keni çështje teknike që s'ja bëni dot, po pse nuk ja subvenciononi privat? Keni antarët e Këshillit Bashkiak Partisë Demokratike të propozojnë Bashkisë Tiranë. Okupon nga parë, merr iniciativë, mos bëni iniciativë për të thua, s'ka koha fëmijët e Astirit ka Këshilli Bashkiak Bashkisë Tiranë. Se nuk e zgjasim dot pafunësisht. E kanë hallin që si të mbrojë Sali Berisha në Këshillin Bashkiak Tiranës. Nuk e kanë hallin vetë të shitësi qeveri lek të Këshillit Bashkiak, se Këshilli Bashkiak antarët e Këshillit Bashkiak për të sot bëjnë politik për qytetarët e Tiranës duke bërë Sali Berishën. Kjo është e vërteta. Tani ju se keni kohë për të kërkuar. Kush është strategjia? Flori, ne të presim në bashki. Isha atë ditë, po hajt, flasim, pyetja tjetër. Ç'është kjo që këndon? Isha pasha të se më thunë Sali Berisha, Lali Eri o Flori, ne të presim bashki, ishte moto. Moto e bukur shumë. Po mirë, e kam pasur. Më të çështë drejtësisë por vetë para pagut e edhe kur kemi fort ja ku është Këshilli Bashkiak, ja ku është administrata, ja ku është. Po Sali Berisha ti kishe një vit në rreth shtëpi. Ore ju jeni hipokrit, ne paktën jemi të sinqertë. Tani ju lutem, dolët prapë të liderët e partive. Besi, të lutem, dua të kuptoj. Kush është strategjia? Një nga lider wannabe, ky Lali Eri o Flori, po, vazhdojmë. Si wannabe? Wannabe ishte pra se s'u bë lider partia asnjëherë, se dolim të lider e partisë. Okej, mirë, po me që përmendët edhe Berishën, tani strategjia juaj, cila është në këto 2 muaj fushate? Strategjia, i keni syt nga SBA-ja, nga Amerika, prisni që andej në një lajm të madh apo? To nuk ikim në Angli, do të jemi në Amerikë. Shikon, në Amerikë ne nuk shkojmë dot. A do shkoni? Po nuk shkojmë dot në Amerikë se jemi Euroatlantik. Kjo dihet. Ne jemi shqiptarë, ne do shkojmë të shqiptarë. Besi është nga ata që ju bllokon pasaportat atje te zyra që mos shkojmë me vizë në Angli. Atyre që duan takojnë fëmijët, ëh, Besa? Shkojmë gjykat për këtë. Shkojmë patjetër. Po, shkojmë gjykat për këtë. Për këtë shqyrë do e marr strishë, do shkojmë gjykat. Tani, me qenë se e kalove kështu. Gjykat. Pra, ne do shkojmë te shqiptarët. Ne do bëjmë fushatën tonë, ne po nxjerrim program elektoral. Nëse do e ndajash në 2 kategori. Kategoria e parë është paketa e emergjencës, e cila me patjetër duhet të zgjidhim paketa e emergjencës nëse do vinin pushtet, po thua, nëse do fitoni zgjedhjen. Dalin 2 kategori, pse janë shumë pika. Paketa e emergjencës
që do i premtoj qytetarëve shqiptarë për 100 ditët e para të zgjidhin problemet më iminente, dhe kategoria e dytë janë investimet kapitale në ekonomi, që i ndajnë, që nga infrastruktura rrugore, të infrastruktura energjitike, por kapital për ne do edhe demografia. Sepse kapital njerëzor quhet edhe demografia, banori, konsumatori, etj. etj. Dhe me patjetër, në këto dy drejtime, të bëra nga i kryeministër që në 2005 i ka bërë këto, nuk është se i ka premtuar dhe i ka bërë. Sali Berisha është oferta për kryeministër shqiptarëve. Donald Trumpi më për çfarë? Sali Berisha është oferta për kryeministër. Jo më është Beyoncé dhe Jay-Z. Jo më është Beyoncé dhe Jay-Z. Sali Berisha është oferta e 2025. Po pse Edi Rama që ka 28 vjet është oferta? Edi Rama në jetën e vet se e thash dhe dje, 8 vjet opozit ka bëj shkretin. 90-98. Para 90-s ka qenë blok. Pas 98-s ka qenë pushtet. Ti tani më thu po tjetë për kështu krahasime. A ishe i pari që doje ta bënim një rregull mos përmendim vite. Se rrimi vë rregulla pas e pap del direkt te Sali Berisha. Sali Berisha në 2025. Po tjetë për praktikë. Mendova se tash mos do bëni dhe ai kryeministër që i ka bërë ato gjëra, do i ofroj prap, bën premtime, nuk bën as tallava, aparatin elektoral të Partisë Socialiste, si do e mundnin Besi? Ne, po me denoncimet të drejtësia dhe me shpresën qelë se ajo drejtësi për e të parë do respektoj një nga shtyllat se shkryuar që është krimi elektoral. Po dhe kur e kapë dhe e çkap, kupton, edhe ikën ajo drejtësia nga dora. Pra e prisni nga drejtësia? Ne do e sfidojnë drejtësinë, me gjithë se drejtësi nuk e besojmë, ne gjithmonë i kemi denoncuar në drejtësi gjërat. Dhe duke denoncuar, o e qërë maskan tepër, o ka bërë detyrën e saj. Por, kodi SPAK është krijuar për një nga 3 mbajta drejtësia vepron. Kur vjen vepron tek Sali Berisha, kjo është drejtësi që ka kapë Edi Rama. Çfarë standardi keni se të shpërndajmë? Ne denoncojmë që drejtësia kemi standardin qartë. Mbështetje pak kushte SPAK-ut. Mbështetje pak kushte SPAK-ut. Kjo është. Patjetër ka qenë iniciatori më. Dhe të ka dalë, të ka deklaruar kryeministri Rama, ka thënë mbështetje maksimale SPAK-ut. Kjo është. Të lutem, kush janë avantazhet, dizavantazhet tuaja, si një parti e re në këto zgjedhje, dhe që po përballeni me edhe me parti tjera të reja, po dhe me 2 titanët, po themi, PDPS. Ne jemi të vetmit që u themi njerëzve që gjë më e rëndësishme për të bërë është se duhet kufizuar pushteti politikan. Themi duhet më pak shtet, duhet më pak taksa, të kemi më shumë liri. Themi që ekonomia është e kapur. Është shumë e rëndësishme të punojmë me ekonominë. Është shumë e rëndësishme të luftojmë monopolet. Është shumë e rëndësishme të anullojmë koncesionet korruptive në këtë vend. Nëse ne nuk kapim ekonominë, mirëqenia e familjeve shqiptare nuk ka mundësi të zhvillohet. Vetëm përmes biznesit dhe iniciativës private mund të realizojmë. Përmes shtetit e kemi parë të 34 vite që nuk e bëjmë dot. Tjetër më pas, ne flasim për zgjidhje dhe i marrim çështjet konkretisht. Dhe themi si do të zgjidhim çështjen e pensioneve. Dhe themi që me një buxhet që Rama e përdor për të dhënë bonuse elektorale, fare mirë, 1/4 të pensionistëve që janë në nevojë emergjente për ndihmë, mund t'ia bësh pensionin 300 euro në muaj, dhe pjesën tjetër mund ta rrisesh me 10% në vit. Ashtu siç themi edhe për sistemin shëndetësor që ka një vëmendje tjetër, ku burimi i parave është sërish brenda shëndetësisë, sepse 1 në 5 të punësuar në shëndetësi, mbi 2000 ikë sanitar, që janë komplet lidhje politike për vota. Dhe kështu për çdo sektor ne kemi një zgjidhje konkrete, e cila thelbi është tek zvoglimi i shtetit. Pra, sa më pak para publike të shpenzojmë, më shumë do kemi pikat e programit tuaj janë avantazhe. Patjetër. Okej. Po dizavantazh çka keni në këtë fushat? Është pabarazia që ekziston në atë që mund ta quajmë tregun politik shqiptar. Pra, partitë e mëdha kanë strukture her legale, her ilegale, kanë burime financiare edhe publike, kanë mediat e tyre, kanë një ndikim të jashtëzakonshëm edhe përmes bizneseve të mëdha të cilat janë pjesë më të madhe kliente të ndryshme, dhe sigurisht që partitë të cilat duan të guxojnë më tepër nuk kanë të njëjtat mundësi, po them, që të garantojnë në një hapësirë më të barabartë. Ky është dizavantazhi. Patjetër, dhe financimi. Ne shikojmë që fushatat elektorale kushtojnë shumë. Dhe shikojmë shpesh si ja bëjnë disa të tjerë që kanë mundësi të bëjnë. Ju vetë si ja bëni për shkakun, se do t'ja bëj këtë pyetje edhe. Ne kemi thënë, pra ne nuk kemi shtrirë dorën askujt, leadershipi jon që vjen nga bota e biznesit ka investuar një pjesë të tyre për partinë. Sigurisht nuk ka shkrirë pasurinë e vet, por që ky është avantazhi jon themelor për të thënë që pak burime që kemi do i shpenzojmë për
mbajtjen e partisë, për të bërë një fushat modeste, për të pasur mundësinë për televizor, por sigurisht që s'kemi të njëjtat kushte se të tjerët. Si partitë të mëdha, të cilat kanë gjitha këto lidhje edhe okulte që unë përmendam. Redi, po ju, po fushata juaj, se dhe ju, po them, lëvizni, udhtoni nëpër Shqipëri, nëpër qarqe të tjera, si ja dilni? Me çfarë financimi? Ne mbahemi posaçërisht dhe vetëm me financimet e antarësisë tonë dhe të simpatizantëve tanë. Dhe me që ma përmende, po përfitoj nga rasti për të që nesër në orën 6 kemi organizuar një event për mbledhje kontributesh, sepse jemi realisht shumë keq. Nesër në orën 6 do mbledhni te selia jonë, te logu që e quajmë, kushdo që do të afrohet të japë një kontribut në vetë, sepse jemi realisht shumë keq nga pikpamja financiare. Pra është një dizavantazh. Ky është padyshim që është dizavantazh, sepse nuk kemi, le të themi, biznesmen me makinat tuaja, sigurisht me makinat tona personale. Po ajo që doja të thoja unë, sa i përket avantazheve tona, dizavantazh tjetër, po do të ngelem dizavantazhe, është qasja jonë në media. Kështu që është privilegj në një farë mënyrë që sot jam i ftuar në këtë studio. Se nuk gjeni hapësirë, po thua. Jo vetëm nuk gjeni hapësirë, po në rrjetet sociale që si thua ecën çik më shumë, unë mbyll dhe TikTok-ut. Po pavarësisht. Këto janë dizavantazhet tona. Rrjetet sociale sillin pëlqyeshmëri, dhe mundësi shpërndarje të mesazhit tuaj politik. Po a sillin dhe vota? Përkthehet në vota? Do ta tregoj 11 maj. Shiko, ti përmende dhe the si do përballemi me këta dy titanet. Unë do thoja si do përballemi me këta dy dinozaurët. Sepse janë dinozaurë politikës shqiptare, të cilët fatmirësisht, siç u zhdukën dinozaurët nga kjo kometa që ra në gjirin e Meksikës, kështu shpresojmë që edhe spagu të jetë një farë komete e cila i sheshon, le të themi, dinozaurët dhe bën të mbijetojnë speciet e reja të politikës shqiptare. Avantazhi ton është ndeshmëria jonë, është konsistenca jonë dhe koherenca jonë në ato që themi dhe ato që bëjmë. Avantazh tjetër është fakti që i qasemi elektoratit shqiptar me një program prej 200 faqesh të mirë studiuar, të zotëria tha, i njihni institucionet shqiptare, i njohim jashtëzakonisht shumë mirë institucionet shqiptare, i njohim të gjitha fushat, kemi folur me 10 ekspertë të fushave nga më të ndryshme, po duashti edhe ata që janë në Partinë Socialiste dhe e urrejnë kryeministrin Rama, edhe ata kanë ofruar ekspertizën tyre. Janë antarë partisë tuaj apo Nuk janë antarë partisë, punojnë në administratën tuaj dhe u ka ardhur majt hundës me atë që me poshtrimin që bënë administratës shtetërore. Sepse ajo që thash pak më parë, me që nesër djeni që KQZ-ja ka ndarë një buxhet për gjithë partitë politike që ka rënë dosje dhe prandaj mos u nxitoni mbledhja para se keni edhe fondet me që njihni institucionet shtetërore. Po fitoni edhe fondet nga KQZ-ja që ta kuptosh. Po do merrni edhe nga KQZ-ja patjetër. Ne nuk kemi garuar dhe nuk marrim fonde nga KQZ-ja. Si parti që merrni pjesë në zgjedhje. Ai që thash pak më parë, shkatrimi i shtetit shqiptar ka bërë që edhe një pjesë shumë e madhe e administratës aktuale sot pra ta urrejnë mënyrën se si trajtohen dhe si kej trajtohen, sepse zoti Kapri pak më parë tha ka 5.000 sanitare. Problemi në Shqipëri është që mund të ketë shumë njerëz që, si thua, janë punësuar në shtet vetëm për të marrë një rrogë shteti dhe për të bërë rolin e patronazhistit, ndërkohë vuajmë nga mësuesit sot, vuajmë nga mjekët sot, vuajmë nga njerëz specialistë që pastrues pafund, që nuk është halli i pastruesve zotëri, është halli i tendencës për të shkatruar institucionet shtetërore. Mirë. Taulanda, një pyetje të fundit për ta mbyllur, se jam në minutat e fundit. Do ta mundi këtë herë Lulzim Basha Edi Ramën? Këtu nuk është çështja për të mundur Edi Ramën, këtu është çështja për të rikonfiguruar skenën politike në Shqipëri për te Edi Ramës dhe për te Sali Berishës. Këtë e din qytetarët Erla. Ajo që ne kemi në dorë është që t'i ofronim qytetarëve një listë ku kandidatët tanë janë njerëz të pakorruptuar, që nuk kanë bara korrupsioni, që vinë nga komunitetet e tyre, që janë profesionistë dhe vota që ata do kërkojnë do të jetë një votë mirëfilli që shkon me besimin e qytetarëve. Nuk mund të ndërtosh dhe nuk mund të qëndrosh në krah të reformës në drejtësi dhe në krah të shtetit të së drejtës nëse ti përfaqësohesh te qytetarët me njerëz të korruptuar dhe me njerëz që janë në anhetim nga spaku. Për te kësaj, Koalicioni Euroatlantik, që prej 1 qershorit të vitit shkuar ka një program të cilin e ka bërë publik dhe ka qenë para forcë politike që e ka bërë publike këtë gjë, dhe unë besoj që ai është një program që i flet qytetarëve për t'i dhënë një alternativë zgjidhjes së problemeve të tyre. Padyshim që është një moment i vështirë, nuk është një moment i thjeshtë, por unë e thash edhe më parë, lista e hapur, garimi të gjithëve në listë e hapur, duke filluar që nga zoti Basha dhe duke vijuar me gjithë të tjerët, do të jetë një garë vërtet e fortë, por gjithashtu do të ndërtojë atë urë me qytetarët të cilët presin
një alternativ kundrejt dyshes Rama Berisha. Do kisha shpresuar, po padyshim. Rama me juve po ju padyshim, unë do kisha shpresuar të ishte ndërtuar një listë më e gjerë përfaqësuese e gjithë opozitës. Arsyet e gjithë flukseve opozitare që janë në krah të drejtësisë, se dy të mëdhenj thonë që jemi në krah të drejtësisë, po në fakt me akte tregojnë që nuk janë. Pra me kë po thonin që t'ishit bashkuar me Dashamir Shein, me Unë kam qenë një zë i fortë të periudhë për të ndërtuar urat e komunikimit të këtyre flukseve opozitare që të kishte mundësi në një listë të madhe përfaqësuese duke pasur si synim interesin kombëtar. Nuk u arrit. Kjo nuk mund t'i pengoj asnjë forcë politike për të garuar vetëm apo në koalicione. Mirë, Flori, kishe diçka të fundit se janë minutat e fundit. Do unë fjalë të fundit se ajo që unë afroj ose ne afrojmë qytetarëve janë eksperiencat e gjithë atyre personave publik, ish deputet, njerëz që vijnë nga shoqëria civile dhe do t'i ofrojmë një ofertë, do t'japim një ofertë shumë të mirë qytetarëve dhe besoj që qytetarët... Që keni dhënë në 3 mandate, do ja jep peshare kjo oferta. Ky propozim këtu, kjo listë këtu, do t'jetë ajo lista që do t'japi qytetarëve shqiptar dhe gjithë parlamentin, dhe konfigurimin e parlamentit, do t'japin integrimin e Bashkimit Evropian dhe vazhdimin e reformave që po zhvillohen në Shqipëri. Okej, mirë, me që janë minutat e fundit, se na hapi tem tjetër, Flori, po s'ka mundësi, se duhet me që ishin minutat e fundit, do të thashemi që kjo antarësimi në Bashkimin Evropian mund të pyesësh dhe njeriu që lexon dhe lajme minimale që kanë të bëjnë me Brukselin, e di që është i gënjeshtër e madhe. Sepse të hapësh kapitull nuk do thotë që do antarësohesh, aq më tepër që Shqipëria është vendi më i korruptuar i Evropës, ta sigurojmë që as kapitullit e parë do t'i kaloj dot në për analizat paraprake që janë bërë. Por gjithsesi, Erla, mesazhi për njerëzit është i thjeshtë. Vota e tyre ka shumë peshë. Shqiptarët duhet ta kuptojnë që vetëm përmes votës tyre mund të bëjnë ndryshim. Një ndryshim, domethënë. Pra, është e vërtetë që vuajnë 4 vite, ankohen 4 vite, por vota që hitet në kuti numërohet. Ndaj t'japim peshë votës së tyre, sepse vetëm kështu mund të ndryshojnë mirëqenien e familjes tyre, mirëqenien e vet, edhe të gjithë shoqërisë. Edhe të gjithë shoqërisë dhe të vendit. Mirë, unë shpresoj shumë që të gjithë ju të keni sukses në zgjedhjet e ardhshme, sidomos edhe partitë e reja. Se që t'jemi sinqert, pluraliteti në vend nuk i bën keq. Kjo është shumë e vërtetë. Vendit, ç'është e vërteta. Nuk kam personalisht asnjë preferencë, por sinqerisht ja uroj që të dilni mirë në këto zgjedhje. Po do mblidhemi sërish bashkë këtu, se nuk është hera e parë dhe e fundit kjo, se kemi edhe 2 muaj fushat. Zoti Bullazit, falenderoj shumë, zonja Jupi, shumë falenderit, Redit, falenderit dhe ty, Besi, Zoti Kapri, falenderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe më pas rikthehemi me një panel tjetër me 4 përfaqësues të tjerë të partive politike në zgjedhjet e 11 majit.